Guys. Guys, mirëmëngjes, si jeni? Hi guys, mirëmëngjes, si jeni? Sot është data 3 janar dhe ne sapo jemi ngritur është ora diku tek 9:10. Po pim kafet e mëngjesit edhe jam ngritur unë, Arli dhe Amarildo. Amarili si është akoma në gjumë. Dhe e hapëm kamrën, kësa radhe po xhiroj me telefonin e Amarildos dhe duaj që të më thoni si është kualiteti, nëse është më mirë apo jo, që ndonjëherë kemi mundësi të xhiroj me këtë. Edhe po, kemi marrë me vete të kjo vlog sepse do bëjmë një udhëtim të voçkit për arsye që të qetësojmë pak edhe për ditëlindjen e Arlit. Që kështu, hajdeni edhe ju me ne. Tani për momentin neve do pim kafe edhe do vë çik telefonin karikim, do bëjmë gati dhe do nisemi, është diku 1 orë larg nga këtu. Edhe për më shumë do flasim në vijim, që do t'ju marrim me vete, do t'ju tregojmë pak a shumë ku do vem, ç'është. Okej? Po bën kafe nga Amarildo, t'ju thor dhe ai mirëmëngjes, pastaj të vazhdojmë ditën tonë, udhëtimin tonë. Që inshallah po na del në një diell, se s'ka dalë diell fare deri tani është mjerkull. Është shumë ftohtë. Amarildo. E kemi bërë gati çantën, bibit janë gati. Edhe unë jam gati, edhe Amarildo është poshtë, më duket se ka ndezu makinën. Kemi ndezur robotin që të fshin pastrojnë, kemi ngritur karikat, edhe dhomat gjithashtu janë të gjitha të sistemuara. Kështu. Aty kemi vënë tullumbacat nga që do kalon roboti. Edhe tek dhoma ime gjithçka është gati, kam nxjerr për jashtë edhe rrobat e punës vjetër. Dhe kështu. Nisemi guys, momenti ku let's go. Kemi ndaluar sepse bëjmë benzinë edhe më pas do nisemi. Qa jemi nisur, por po bëjmë benzinë. Kush e ka ditëlindje nesër? Ne, sa vjeç do bësh ti? Sa vjeç do bëjnë çuni? Ha? 3 anni. Perché non qua? È bellissimo, mami. Mamma, të filmoj makinën. Hi guys! Kemi bërë ndalesën e dytë
se bërëm benzin dhe tani kemi ndaluar diku këtu afër hotelit, diku 10 minuta larg hotelit dhe t'jep atë ndjesinë e të vajtës në fshat. Shikoni pak, pamjen këte. Edhe kemi ardhur, hajde të shërzosh, edhe kemi ardhur të marrim pak ajër të pastër, guys. Arlik. Hajde këtë. Kështu guys, një like? Të ranë lekt. Më ranë lekt. Sa kemi mbërritur, hoteli është ky këtu. Edhe Arli, jepja dorën babit, mam. Do presim pak këtu njerëz. Reception është kjo. Është shumë pastër çdo gjë. Kemi akoma pemën e vitit të ri. Kështu duket. Siç po thosha, do presim pak këtu sepse dhoma është e zënë akoma dhe nga ora 2 na japin dhomën. Neve ndërkohë jemi këtu. Amari do ka ikur të marrin dokumentat në makinë, se ja rroba atje dhe çanta dhe po. Po shijojmë. E them shumë që unë jam të mbarë. E ti më shikon. Si që pat guys, ne kemi ardhur në hotel edhe po ju lë këtu linkun që mund të shikoni çmimet dhe se çfarë ofron dhe ku ndodhet. Mund të sinkronizoni këtë këtu. Possiamo mettere tutte le bevande sulla stanza e così pagare quando Col nome Alcheta Marito, non me l'hanno detto il numero. La tua isla?
due? Grazie. Anche questo è buono, no? Grazie. Questo lo fai, mangiamo Scegliamo noi giornata. No, però entriamo nella piscina interna. Laviamo. Hey guys, kemi hyrë te dhoma. Kjo është dhoma jonë, t'ja u tregojmë pak. Këtu është dera që hyn. Këtu është toaleti. Duket kështu, bëjmë një tur. Kështu. Këtu kemi sapuna. Një tharse, sepse këtu do bëjmë edhe pishinë, edhe sauna, edhe çdo gjë. Kemi dush, kemi peshqira, gjithashtu edhe vask, peshqira tjera atje, kartë higjienike. Nice, super nice. Pastaj këtu janë për të varur gjypat. Kemi dollape. Dollap tjetër këtu. Edhe shumë sirtare. Këtu kemi valixhen. Këtu prjashtë. Këtu kemi vendosur pak gjërat tona. Edhe një pasqyrë, komodina, televizor, 2 krevate tekje ku me një do flen Amarildo, një Amarilisi. Unë me Arlin do fle këtu. Sempre divisi, no. Unë me Amarilisin do unë me Amarildo do flet. Me Arlin do flet. Edhe e kemi marrë dhomën më të madhe, sepse siç e dini jemi 4 veta. Mami do flet këtu. Si. Dhe goca do t'i tregoj vendin më të bukur, që është ky këtu. E di sa bukur është vista la. O ma, këtu është. Hapem, dalim pak. Kemi edhe balkonin. Ma, po që sa nësi. Këtu ka janë 2 karrikë dhe një tavolinë që të pinë Amarilda cigare. Është shumë i madh balkoni. Edhe aty kemi lagon. Shikoni vista lago, është pishina aty, balkon. Është shumë bukur goca, shikoni pak ju lutem. Zgjosh mëngjes me këtë pamje, ajri pastër. Ja. Kështu duket, është shumë i madh balkoni, shumë i madh. Edhe çdo gjë e pastër. Kështu goca. Tani është orari i drekës, do shkojmë poshtë, do hajmë drek. Edhe po. Pastaj do bëjmë një xhiro, mendoj tek lago, është shumë bukur. Dhe ka njerëz në pishinë njerëz, është shumë ftohtë dhe ka njerëz në pishinë. Tani do t'ja tregoj, sepse pishinat janë të ngrohta. Siç e shikoni, ja, ka njerëz në pishinë. Tani futemi brenda, se është ftohtë, se do bëhemi edhe gati për të shkuar poshtë, që të hajmë drek. Shumë bukur, është çdo gjë perfekt. Burri ç'a thotë? Ha? Arli? Ha? Ti moj. Ç'a ke për të thënë për publikun? Që të themu në shqip? Të ikim të makaron. Unë i shkreti. Je me pushime. Makarone. Ma gruen barë. Ikëm të hambukas. Po ju marrim me vete në... Nuk e në nësë jemi komplet. Po. Do ikim time, pastaj do kthehemi të ikim në pishina. Të vishemi dhe të ikim në pishina. Guys, këtu është zona deser.
che buono. Tutto bontà. Sa kemi ardhur në restorant. Un attimo, amore. Aspetta. Sa kemi ardhur në restorant dhe na kanë dhënë menu. Edhe janë shumë mjekpritës. Edhe shumë akoljent, shumë sjellshëm. Çmimet duken shumë të arsyeshme dhe pamja është fantastike. Tani do zgjidhim se çfarë do hajmë. Andate ma tanke mi lagon. Oj. Poi hapsi iluzja. Sa kemi ullur, kemi ordinuar dhe po presim që na vjen që të hajmë. Çdo gjë vetëm është perfekt, me pritja, pastërtia, shumë akoljent. Tani të shohim se do të shijë ushqim dhe të çojmë në ambientet e tjera që ne dëshirojmë të vizitojmë. Sa po erdhi pjata parë, duket shumë e bukur. Ta shikojmë dhe në shije tani se erdhëm. Do të provojmë pjatën e parë njerëz. Thash që do t'ju marr me vete në këtë udhëtim, që kështu ju që jeni në këtë zonë, por dhe ju që nuk jeni, të shikojmë nëse duhet të vini apo jo. Buonissimi. Guarda, qualità alta. Due porcini. Questo è golosissimo, cioè tutto è golosissimo. Posso avere 2 piatti d'uovo? Dje ke gjatë. Unë dhe principesa ime po ikim në toilet. Grazie. Këtu pas ka edhe libra njerëz. Edhe pa pritur në gjitha ato libra që janë aty, më kapi dora këtë, in presenza del nemico. Kemi edhe këtë tjetrin, Affari d'amore. Questo mi piace questo, Affari d'amore. Edhe kostumin e teta Migjenës me vete sa herë, që ta kemi teta Migjenën afër, ha? Dhe mbas një ngrënie kaq të mirë të shijshme, jemi ulur këtu tek saloto. Shikojmë çik kuklla, çohet tek 44 Marita. Shikojmë çik kuklla, shikojmë fëmijët, ti je Shamarili, si Arlusi, Lushi, Lush. Paska YouTube aty. Edhe pastaj mendoj diku më, ë? Jo, nuk kam YouTube, çohet tek 44. Ma, vai a 40. Tani po iki tek zona e pishinës. La piscina. Essere qua o no? Lo so. Ta shohim për pishinë. A dici mezza c'hai? Non c'è adesso, Sì, quelli
që pak, çdo gjë është kaq e bukur, sa që me zi prej vesh kostumin dhe vdes poshtë. Guys, Amarilisi dhe Amarildo do ikin poshtë në spa, tek pamja që u tregova pak më parë unë. Kurse unë dhe Arli do rrim këtu, do iki unë pastaj kur të vinë Amarildo me Amarilisin prap. Hik burr, qa. Ciao. Mami, mos e vër der larti, vër e poshtë e beli. Ciao. Unë do rrim me Lulushin. Ku je futur? Tani e kam radhen unë dhe Amarilisi të ikim poshtë tek pishin. Amarilisi e pa, ishte poshtë, qësh ishte, bukur. Arlin e kam në gjumë, si që shikoni të krevati. Amarildo është duke pije një cigare këto. O bure, ku ja? Hajde. Kemi hyrë në zonën spa dhe jemi hyrë të hidromasazho. Kam përshëndetje telefonit. Po bëja video ku të kisha shketur. Për jashta ka akoma pishina, por që unë nuk dalë, se nuk di not, që së dojnë të dini, nuk di not, të rikë brënda. Poi ci cambiamo un po' di niente. Credo. Se c'è questo relaxatore, doja ishte unë ka të tjere, edhe kisha të pinin të katër, të asë sot është nga 3 dhe sot në mes ta, po të stojnë nga 4, Ari në 3 vjetë. E ndajnë edhe ju në të tekin të do të në Ari, të shmirë. Të tajnë, va të shërë. Është shumë që kur të relaxë të njerë, ever.
Tani të ngjitemi të dhoma, është ora 5. Ka të them që kokën vishemi se pastaj është darka. Dojmë darka. Kam ardhur lart, jemi ndruar, jemi bërë gati për të ngrënë darkën. Kemi flokt e njomta. Amarildo do kafe tani urgjentisht, Arlin e kemi akoma në gjumë. Amarili si po vishet. Kjo është gjendja. O bos, o mbret, kush ma ka mua ditëlindje necër, kush ma ka mua ditëlindje necër, kush me bën mua 3 ani, 3 vjeç, o burr i shtëpis, o drit, është buono questo letto, mami? No? È più buono il letto a casa? No? Burri më solli kafen. Këto janë gjitha zhyrat që ka marrë me vete. Edhe se di jam ndër 2 për veshjen, guys. Se di, të shohim deri pastaj. Kemi zbritur poshtë. Se si ke folur fare, guys. E thon pastaj. E thon pastaj që Amarildo, a ke nxjerrë më fort Amarildo në YouTube. Gjithsesi, do bëjmë një apericena, edhe do i marrë me vete. Që të tregojmë pak bufen. Janë këtu. Tieni marito. Kap lart. Atë. Ma cos'è questo? Ma cos'è? Nga do idemi ne. Hec, jepi la gjuaj. La gjuaj ti. Vado di piccoli. Oje, ta gjuaj njërë ti të kap, pra. Ma cos'è? Gjosh nishi, të mëjnë,